Jasi të pastroni mushkërit në vetëm 3 ditë me këtë pije. Të gjithë janë të njohur për rreziqet që vijnë nga pirja e duanit e sërish vazhdojnë ta konsumojnë atë. Nëse prej disa vitesh me radhë jeni duanpirës, dëmi që i bëni rrugëve respiratore është shumë i madh, por jo i pakthyeshëm. Katrani që ka mbuluar cipët e mushkërive mund të shkaktojë dhimbje në gjokë, skollë, bronkit, deri në qeliza të dëmshme. Pasi të keni hequr dorë nga duhani ose keni rregulluar këtë të fundit duke e radhuar, jo mund të përshpejtoni procesin e pastrimit të mushkërive me këtë pije sipas thelbit të saj. Për këtë pije do ju duhen 1 kg qep, një rrënjë e vogël xhinxheri, 1 litër ujë dhe 400 g mjaltë. Në 1 litër ujë shtoni mjaltin dhe vendosni në zjarr. Kur uji të fillojë të vlojë, shtoni qepën dhe rrënjën e xhinxherit. Qepa dhe xhinxheri duhet të jenë të prera më parë. Shtoni shafranin dhe kur bëhet përzierja që të vlojë sërish. Uleni zjarrin e lini përzierjen derisa të përgjysmohet, hiqeni nga zjarri dhe konsumoni atë vazhdimisht.